Është shumë e rëndësishme që familjarët që kanë persona të zhdukur ta ofrojnë mostrën ADN-s te organet përkatëse. Është shumë e rëndësishme. Pse është e rëndësishme familjarët në momentin kur denoncojnë rastin polici me dhënë edhe mostrën ADN-s? Është shumë e rëndësishme që familjarët që kanë persona të zhdukur ta ofrojnë mostrën ADN-s te organet përkatëse. Është shumë e rëndësishme. Fatkeqësisht, kohëve të fundit kemi pas sfida në këtë drejtim. Kemi 2-3 rastet në të cilat kemi hasë në rezistencën e familjarëve ose qytetarëve që të ofrojnë këtë mostër. Dhe kjo na vështirëson neve punën shumë. Prandaj ju bëjmë dije të gjithë qytetarëve që shumë e rëndësishme ta ofrojnë mostrën ADN-s. Një rast tillë kemi pas në regionin e Pejës. Për 25 vite familjarët kanë menduar që i kanë varrosur të dashurit e tyre në vendin ku ata kanë menduar, dhe në momentin që kemi bërë analizat përmes mostrave ADN-s, është të ndërrojmë lokacionet e viktimave për shkak se personi X ka qenë jo i identifikuar në mënyrë të rregullt. Kjo është shumë e rëndësishme te procesi identifikimi. Njerëzit mendojnë që gjeni mbetjet, pastaj ne i ofrojmë mostrat. Pse është e rëndësishme paraprakisht me dhënë mostrat, që ato me qenë në sistem edhe në databaza? Ne, mjekësia ligjore, si institucion përgjegjës dhe institucione tjera, kanë databazë të ruajtjes së mostrave, prandaj çdo mostër që jepet më herët ruhet në sistemin e brendshëm dhe është e gatshme për përpunim. Në momentin që bëhet një gjetje në një lokacion të caktuar, ajo gjetje krahasohet me të gjitha ato mostrat që neve që kemi në sistem të ruajtme. Prandaj është shumë e rëndësishme që mostrat të jepen edhe paraprakisht, jo vetëm në momentin ku ka një gjetje dhe dyshohet për një gjetje në regjent të caktuar. Po e bëj këtë pyetje për shkak se dhanat komunikojnë pastaj me databaza tjera dhe mundet me u gjetë një person në Malzi i cili korrespondon me Kosovën. Pra, pse është kjo e rëndësishme që dhanat me u fut në sistem? Është shumë e rëndësishme këto dhanat të futen në sistem, sepse komunikimi jo nuk është vetëm brenda Kosovës, është edhe jashtë Kosovës. Në rastet caktuara kanë mujtë, ju dini rastet kur viktimat kanë mujtë me u hedhë në lumin Drini i Bardhë, dhe Drini ka mujtë të qetë në territorin e Shqipërisë, ose një situatë tjetër që mund të ndodhë me Malin e Zi, me cilët kemi bashkëpunim shumë të mirë. Prandaj është duke pas parasysh edhe këtë bashkëpunim që kemi, shumë e rëndësishme që ne t'i kemi dhënë në sistem dhe pastaj gjatë hulumtimit me këto vende ose edhe brenda Kosovës të bëjmë identifikimin sa më lehtë. Kur flasim për personat e pagjetur, ne kemi edhe antarë të komunitetit serb, rom, mashkali, egjiptas, të cilët janë të zhdukur. A i keni edhe mostrat e tyre të ADN-s dhe pritni me i marë prej tyre? Për ato bëna thirrje se secili qytetar, pa marrë parasysh nacionalitetin, t'i paraqet rastin e polici, që të regjistrohet një rast, të identifikohet saktësisht se mungon një qytetar i Kosovës dhe të paraqesin mostrat ADN-s. Në këto 20 vitet fundit, veprimtaria është kryer nga disa institucione, fillimisht nga Euleksi, pastaj UNMIK-u, pastaj Euleksi dhe tani institucionet e Kosovës. Vazhdimisht ka pas marrje të mostrave, të cilat janë bërë përmes Institutit të Mjekësisë Ligjore. Gjitha këto të dhëna janë të vendosura në databazën e Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe shfrytëzohen sa herë që paraqitet raste të tilla. Mirë, po në mungesë të dhënave tani vështirësohet puna. Prandaj bëj thirrje cili do, pa marrë parasysh nacionalitetin, që të dorëzoj mostrën e ADN-s, mostrën e gjakut të organet përkatëse, në që të jemi të gatshëm andaj të procedojmë kur paraqitet gjetja e një kufome ose gjetje erështërore. E kemi pa rastin e trajtuar në gjetjen. Përpas punës direkte me dëshmitar, sa është tash e rëndësishme me i gjetë edhe provat që dokumentojnë që vdekja ka qenë për shkak të veprimeve të forcës fizike apo veprimeve të dhunshme që inkorporojnë tash krimet e luftës. Kjo pastaj për këtij momenti kur bëhet gjetja, pastaj involvohet edhe një procedurë penale e hetimit të krimeve të luftës në supozimin që ka pas një vrasje. Rezultatet e tilla na ndihmojnë shumë, sidomos kur vjen një raport i gjetjes dhe i ADN-s dhe i sumimit dhe analizës që bën Instituti i Mjekësisë Ligjore. Dhe ata saktësisht në raste ku mundën, se jo çdo rast është e mundur, por në rastet ku mundën, përcaktojnë shkakun e vdekjes. Dhe pastaj ne fokusohemi që të gjejmë dëshmitar
të asaj ngjarje, të asaj zone aty në vendin, mënyrë që të dëshmojmë, nëse mujmë me dëshmu se çka ka ndodhur. E kemi pa të rasti të cilën e kemi ndjek bashkë që procedura për me e zhvillu një zhvarrim nuk është procedurë thjesht, kërkon veprime ligjore, kërkon urdhra të gjykatës e tjera etj. Pse është e rëndësishme qytetarët me kuptuar që kur e kanë ndaj informacionin, veprimi ose zhvarrimi ose kërkimi aty nuk ka më ndodh brenda pak sekondash, mirë po duhet me prit disa muaj. Procedura penale është procedurë formale dhe është e parapam në saktësisht se cilat veprime merret në secilin rast. Në raste të tilla, për shembull, momenti që ne pranojmë një raport informacioni nga policia lidhur me gjetjen e një lokacioni, prokurori bën një kërkesë te gjyqtari i procedurës paraprake i cili autorizon zhvarrosjen dhe eskumimin dhe analizën tjera të ADN-s dhe analiza tjera. Prandaj si procedurë është e cila është shumë strikte, mënyrë që gjetjet dhe provat që realizohen përmes kësaj procedure në një rast të ardhshëm në gjykatë të konsiderohen si prova të pranueshme dhe në anën tjetër kjo periudhë na merr pak kohë. Mund të shkojë 3 ditë, 2 ditë, 1 javë, varësisht prej situatave që kërkohen, veprime procedurale që kërkohen. Gjatë kësaj kohe kur ne kryjm pjesën procedurale me gjykatën, vendi lokacioni identifikohet dhe rrethohet nga policia dhe mbahet në prezervim deri në momentin që marrim urdhrin e gjykatës për kryerjen e kësaj veprimtarie. A mund një njerëz të dëshpëruar se s'po veprohet shpejt? Kjo është qëllimi i pyetjes. Në rastet kur kemi kërkesë identifikim dhe kërkesë të policisë, në shumicën e herave maksimumi 24 orë, 2 ditë, 3 ditë, maksimumi 3 ditë, urdhri i gjykatës është lëshuar. Nëse rasti është shumë i komplikuar dhe paraqet sfida që është shumë rrallë, atëherë mund të shkon deri në 1 javë. Po maksimumi për 2 ditë, 3 ne marrim urdhrin e gjykatës. Pastaj është çështja edhe teknike dhe organizative në mes të organeve përkatëse të shtetit, si Instituti i Mjekësisë Ligjore, Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur, Policia e Kosovës edhe të tjerë, të cilët të gjithë duhet koordinohen në mënyrë që të shkojnë në vendin e ngjarjes dhe të kryejnë procesin.